Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sërish të martën për të vazhduar seancën konstituive të nisur më 15 prill në përpjekje për të përmbyllur zgjedhjen e kryetarit dhe nënkretarëve. Sipas qëndrimeve aktuale të partive politike, nuk pritet ndonjë përparem në tejkalimin e bllokadës. Lëvizja vetëvendosje vazhdon të këmbgulë në propozimin e Albulena Haxhiut për kryetaret e kuvendit, duke refuzuar të ndryshojë kandidatin, ndërkohë që partitë opozitare vazhdojnë të refuzojnë ta mbështesin atë. Melos Kolçi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se në situatën aktuale bllokada institucionale vetëm sa do të thellohet. Aktgjykimi i kushtetueses është i qartë dhe duhet respektohet. Mirë po në praktik kemi një situatë të ndërlikuar për shkak të mungesës së konsensusit politik. Deri më tani nuk ekziston një akt konkret, vendim apo veprim formal i kuvendit që do të mund të kontestohej në gjykatën kushtetuese për të vlerësuar kushtetutshmërinë e tij. Pa një akt të tillë, deputetët nuk kanë bazë kushtetuese për t'ju drejtuar gjykatës kushtetuese. Meq gjykata kushtetuese ka vendosur në të kaluarën se nuk është organ për interpretimin e pyetjeve, sipas Kolçit, rrugëzgjidhja duhet të kërkohet te letra e presidentes Vjosa Osmani. Duke qenë se kemi të bëjmë me një situatë jashtëzakonshme që paralizon funksionimin e kuvendit dhe zbatimin e aktgjykimit ekzistues, mund të shihet logjike që të jetësohet paragrafi i fundit i letrës së presidentes, ku ajo mund t'i pres partitë për të konsultuar me to, e që në qendër të diskutimit të jetë zgjidhja dhe dalja nga kriza. Edhe pse kushtetuta nuk përcakton afate rigoroze për zhbllokimin e kësaj situate, afati prej 30 ditësh për mbajtjen e seancës konstituive është një pikë orientuese. E opozita, përveç se insiston në ndrrimin e emrit të kandidatit, nga PDK-ja thanë se janë të hapur edhe për konsultime nëse ato i mban presidenti Osmani. Në presidencë nuk treguar nëse Osmani do të vihet në veprim për ta zhbllokuar ngërçin. Të dielën u votua për herë të pestë kundër propozimit të lëvizjes vetëvendosje për zgjedhjen e Albulena Haxhiut si kryetare e kuvendit, ndërkohë që kjo ishte përpjekja e 7 për konstituim të kuvendit. 57 deputet nga vetëvendosja dhe pakicat jo serbe votuan pro zgjedhjes së saj. Kundër ishin 41 deputet, ata të Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike dhe Aleancës. Abstenuan 3 deputetët e nismës e 8 mandatarë të listës serbe sa ishin në sallë nuk morën pjesë në votim.